kaq devotshëm, sa s'pas ka tjerë, sa një ministre i kap gjitha ministrit me radhë. Çfarë ndriti këtu që meriton të jetë prapë? Dhe këtu nuk bëhet fjalë çfarë ndriti në raport me kryeministrin, çfarë ndriti në raport me ne. A ka votuar populli shqiptar sovrani për këto njerëz apo jo? Pse nuk u ofruan këta njerëz si qeveri hije? Kupton normal? Pra nuk mund të shkosh në zgjedhje në vendet me demokraci, me standarde që pretendon të jesh në Europë, pa një qeveri hije. Ta di me këtë më qeverisësh nesër. Se votojnë për deputetët për partinë kështu dhe na shkon atje me lista të mbyllura tjetër kush. Pse votën mund të marrë Romeo, po shkon normali, se është lista mbyllur. Votojnë për Ramën dhe Rama na sjell këta që nuk kanë lënë një gjurmë etj, apo mund të bëhen edhe pasaj për meme. Ta ndajmë, çfarë u bë mirë to? Romeo ka 10-12 ministër. O, çfarë ka ndritur ky njeri? Se dakor, eksperjenca shumë e mirë. Çfarë ka ndritur unë? Po ky tjetër që vjen nga hiç, çfarë ka bërë ky? Pa t'i shohim dy raste. Pa t'i shkojmë dy raste. Pra, meritokracia brenda partisë zero. Meritokracia e administrat zero. A jemi në sundimin e ligjit? Apo sundimin e personit? Po bëjmë zgjedhje, po tallemi? Kjo është karikaturë e demokracisë. Dhe njerëzit presin me emocion, kur kryetari i madh i partisë do t'i lëshojë copën atje. Edhe këto ditë njerëz s'kan faj çmendën. Tani mund të ketë një që duket i devotshëm, po s'po besojmë më, se nuk shoh era devotshmëri. Nuk shikon era devotshmëri. Po ku ta gjejmë devotshmërinë? Shkarkimin e ta mbarojmë se ndjes. Njerëzit tu i themi se po folëm kështu në mënyrë komerciale. Okej. Ashtu, po komerciale vlla, shkoke me baze, ai agent keqen Berishës, i agent mirën e Rionit, e këti se është magjistari fjalës na mbush mendjen dhe aty ma nxjerrë shejtanin e që po doj domethënë. Se ka reklamat e bashkisë, po unë kam gjunat që pajkuris vetë për këtë që them. Kështu që e meritoj ta shpret ti me të një fund. As më pagua njeri, vetëm goditje kam, kush do ta besoj, kush nuk do le të plasë, mos besoj kurrë, po unë këto po them nga shpirti. Dhe ka kohë që më urrej shpirti im, si ata në palezët atje. Dhe më gati të bëjmë si ata, ta vuaj unë i pari, ta marr unë dënim, po t'ju hapën syt njerëzve, që po tallen, nuk i takon këtij që është kryeministër të bëj çfarë do me qeverinë. Nuk i takon, edhe partinë e tij. Dhe partia e tij ka humbur sensin. Si më keq se ke Berisha tani ka ca kundërshtime. Tu s'ka fare. Dhe këtu të fillojnë kundërshtime, po dolin në opozitë. Po këtu s'ka fare, tani të presim që të bëhet parti PS-ja, po dolin në opozitë. Ky është skandal. E dyta, mu drejtove, pa nuk flas, domethënë, kam pas përshtypjen që ka pas një ministër të papërfolur si Ig Hasani, nuk e di pse hoqi. Pra njerëzi ka i talent. Toleranti ishte në fushën politikave të jashtme. Fushera në fushën e politikave të brendshme. Nuk mund t'i ndrosh njerëzit kështu tani. Ai e merr vesh nga salla, ai të 6 muaj të mendoj si do bëj punën në ministri. Fakti një grua në ministri të brendshme se ngacmove me fushen. Po ne tani unë nuk kam një gjë për diskriminimin e grave të ngjyrave të tyre. Ne kemi vërë për burra. Për burra në karakter. Dhe burra shteti. Ne s'kemi burra shteti. Unë nuk mendoj që Shqipëri ka një burr shteti. Kjo është e vërtetë në fakt, se burri shteti mendon për këtë vend. Është burr shteti ai që shkel mbi veten për fjalën e dhënë, për misionin që ka dhe sikur tjerë mos e kuptojnë. Tani e ke menduar ti në këtë vend që kanë bjerë ca grupe trafikantësh që zotojnë miliarda euro, kjo ministre do na bëjë e bën dhe i Salvador me gra. Po ai ka vonë drum kriminalëve. Mund ta bësh ti, po ku ke ministrat që i ke edukuar, dhe ti nxjerrësh si dikur e mvej 7 gjysmë mjesit
me brek dhe me kanatjere të bëjnë fisulturën e mjesit, të janë agallar, të cilët vinë me ty vetëm për rëshfet edhe vetëm për pilaf. Nuk ka ardhur njëri këtu t'japi nga vetja, ku i shef majt takave 100 euro edhe me ato çantat 1000 euro. E me operacione pasaj, se tani kemi quar Monikën, po i vjen radhë këtyre duket. Për këto operacionet e pa justifikueshme. Pasaj të kalojmë te pjesa tjetër. A ka thonë për ekzibicione për tjerë, ti vën gjitha më, të marrin të vën ministër diellën, e ka bërë femër, ta bëj dielli paktën. Se diellin ne e njohim në formë mashkullore, kupton? Mos na bëj femëror dhe diellin. Hënën e kemi femërore. Ta bëte hëna, jo dielli. Për diella. E lufton diella Romeo. Jo më jo se s'ka nevojë ta bëj tazinor diellin. Është dielli, më ne njohim shqiptar dielli. Pse është turp tjetë dielli? Pra ti thua ka bërë transgjinor, ka një Po kontekst. kam drejt tallën se po na tallë e mërtir mal. Se si ta merr me seksin e engjëve kur do më u tall. Po. Kam drejt tallën. Pse e qutet diell aty? Unë dua dielli. Të dhim se ty tjetë mashkull. Qa kompleksi keti? Tjetë mashkull. Tjetë burr. O tjetë Ai burra. programi. Problemi që ndonë mos është grua në trupin e një burrit. Ky është problemi kryesor. Po këta kshu janë tërmër. Ka i pari ke fundit. Po dalim të veshën e fustanet. Ti janë të lirë. Dalim veshën e fustanet. Po të mos na vjedhim. Po të mos na... Ore, po bën inteligjencën artificiale, po mos O e vjetur. mal, leje me inteligjencë artificiale. Se kur t'japi përgjegjësinë gjykat, që të themi, me të meks fajtori tim, ka nevojë, në konceptin tim, ka nevojë të mos keni kontakt njerëzit, po ta takohen jashtë, ai din gjitha. Po ta manipulosh atë, por ai program është. Ai është një program, ky është telefon për më shërbyer mua. Tani nga telefon ky u bë e prorim. Çfarë ti them mjesën ti? Mirë zoti ministër dhe them mjesën ti. E natë mirë zoti ministër. Ose zonja ministër. Çfarë ti them? Po, tani A është i kufizuar ky lloj programi apo jo? po na njerëzit o komandohet dhe ai funditës se na ai nga qielli s'do na vi. Pra, kemi një ministër që na komandon një tjetër. Po, tani ne mund të shikojmë Romeo që ai nuk ka dreka në pive. A është person fizik vëlla në bas ligjit shqiptar e kushtetutës? A mund të vihet ministër tani të marrim të shishen se kjo është ujë është një nga 4 elementet kryesor, se ka oksigjen, se ku e shohun këtë më ngjall të bën atë, pak ujë jetojmë, ta vëmë dhe ujë ministër. Ne po mbjellim idhuj kështu në dëshmënduri. Po ne mund të shikojmë në anën e mirë. Për shembull, ky është ministri pa korruptuar, nuk i çon dot verën e shtrenjtë, nuk i çon dot Ajo është një procedurë, zoti shakator që do më utall tani. Po tani ajo pjesë ç'të bëjmë neve tani? Ti dhe mësua vetë do tallem me këta pastaj do pse do. Ajo është një procedurë, është një procedurë që unë do të heq kontakti me Ermalin, mos takohemi aty ke dera, ti të më japësh lekët, po ta bëjmë siç kemi ato gjobat që duhet vinë me nga radari direkt. S'ka nevojë të na dhënë polici, edhe kryet polici bën sikur edhe ne bëjmë sikur japim letra, po nëpërmjet letrave japim edhe ca para, edhe zgjidhim këtu. Është procedurë. Duhen hequr, duhen bërë në mënyrë elektronike, online, që të zvoglojmë sa më shumë korupcioni. Por ne kemi deri në atë pikë, kjo është të pranosh, që s'ke një njeri të sakt për t'ia varur qafë punën e prokurimeve dhe ky është mesazh i madh, nuk ka një njeri të besueshëm për të marrë përsipër prokurime. Dhe ekzistojnë. Po ata që ka aty nuk ka. Nuk ka më. Nuk ka një njeri besueshëm. O pa them unë, i bëjën prokurimet. Pasi që ndarë të gjytem. Edhe i qaj. Me konkurs të gjithë ata që marrë prokurime KPS-ve, me konkurs tani këtë sekond. A i njojë më mirë se unë apo jo? Por kjo punë do burra ta mbash veten përpara epshit e përpara të ndimit paras e tjera gjëra.
Do kërkoj të paguaj mirë, normal.